Ndjekës të Almak Press, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë agora. Kam kënaqësinë që për herë të parë në studio në fakt të kem një zonjë. Ajo është antikonformiste me gjithçka që nuk është e bindur. Ajo mbron vetëm kauza dhe tema të cilat i beson pikë së pari vetë. Ndoshta kjo e ka bërë që të jetë edhe më e qëndrueshme dhe më e besueshme në skenën politike, një skenë sfiduese politike siç është ajo e Maqedonisë së Veriut. Ilir Dauti, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në agora. Mirëmbrëma, mirë se ju gjetëm, suksese në emisionin tuaj. E thash pak më parë, është gruaja e parë në studio, sepse kemi pas mysafir, po kemi pas në lidhje online. Të ekzistosh, her pas herë të bësh kryefjalë, të ngresh kauza të forta, të qëndrosh atyre kauzave në një mjedis ku maskulizmi dominon, sa e vështirë është? Fatjona, po të them që nuk është e vështirë, a do më kishe besuar? Besoj se nuk është fare e lehtë, po megjithatë e rrëfyer në vetë të parë bëhet edhe më e besueshme. E di si është e çështja, për mua çdo gjë që është e vërtetë, edhe që unë e bëj sepse ashtu jam vetvetja në atë, nuk është e vështirë për ta bërë. Ndoshta do e kisha shumë më vështirë të luaja rolet cilat nuk ju përkas, nuk i ndjej se duhet të jenë në atë formë. Nëse do mundohesh atë mbroj kauzat pa drejta, do ishte e vështirë, madje dhe pamundur për ta bërë unë. Ndërka që të mbroj atë që dua, atë që shumë mirë e the, atë që fillimisht unë besoj se është e drejtë, mendoj se është gjëja që jo vetëm se duke i patur këto karakteristika bëhet më e lehtë, por është edhe gjëja e vetme që duhet bërë. Ne nuk guxojmë të rrëshqasim në gjërat të cilat na i mendojnë të tjerët, po duhet të gjithë të veprojmë rreth asaj që fillimisht ne e besojmë se është më e mirë për ne dhe për fëmijët tanë. E kush më mirë se sa ne veç shqiptarët këtu mund të përcaktojmë dhe të qëndrojmë pas kauzave të cilat ne besojmë dhe më pas punojmë për t'i bërë të mundura dhe të realizueshme sigurisht. Referuar asaj që thatë më përpara, gjëja e duhur që duhet bërë. Ne e dim që politika shpeshherë imponohet edhe tek bindjet personale që mund të ketë një person që angazhohet në politikë. Sa e vështirë është të mund t'i qëndrosh asaj që ti beson në vetë të parë si Ilire me ato kauzat e përgjithshme dhe qëndrimet që dit imponojnë ndonjëherë politika, kur i takon një subjekti politik që ka një linjë të vetën. Shife, Fatjona, unë kur them që i qëndrojmë të drejtës, është mirë, duhet i qëndrojmë dhe i qëndrojmë, kjo nuk do të thotë se kjo është jo informim. Do të thënë, unë mendoj që e drejta është mirë e informuar. Do të thënë, për të ardhur deri tek momenti që unë të konsistoj dhe qëndroj prapa një veprimi tim, unë njëherë mirë jam e informuar për atë gjë, kam kaluar ato fazat e dilemave të cilat ju i thoni se mund të jenë luhatje dhe derisa të arri në momentin që unë jam veç e bindur duke u bazuar në gjithë analizën që bëjmë për çështjen, edhe unë si individ, po edhe ekipi që funksionojnë bashkë, dhe më pas e tëra vetëm duhet materializuar dhe të bëhet e mundur. Dhe nga kjo pastaj kthim pra paska, sepse të kthesh pas do të thotë ti tashmë të devijosh, të punosh në kundërshtim me atë të cilën analizat e tua të kanë bindur se kjo duhet jetë rruga e drejtë. Dhe ajo është në rend të parë ta kapish vetveten në veprim të gabuar. Prandaj ne nuk duhet lejojmë që të jemi të tillë që të veprojmë në mënyrë të gabuar, po duhet edhe të krijojmë atmosferë për t'i bërë të mundur gjërat ashtu siç mendojmë se është e drejtë. Padyshim ka situata kur edhe për të arritur atë qëllimin që është final, që është i rëndësishëm, ti duhet parë mënyrat, duhet parë qasjen se si krejt kjo të bëhet e mundur, dhe padyshim unë përsëri po them, kur qëllimi është pozitiv, atëherë krejt kjo bëhet e mundur. Unë dua të them që politika shqiptare këtu në Maqedoninë e Veriut ka për obligim që ta ndaj dëshirën nga qëllimi. Kam përshtypjen që shpeshherë veprohet në bazë të dëshirave të individëve, që në fakt për mua nuk është kështu. Politika duhet të jetë qëllim, sepse qëllimi prapa vetes ka masa konkrete se si do ta bësh të mundur atë cakun final. Ndërka që tek dëshirat edhe nuk mund ta akuzojsh askënd, sepse çdo kush ka të drejtë të dëshiroj, po megjithatë ajo mbetet në kuadër të dëshirave, ndërka që politika për mua është çështje shumë serioze dhe ato synimet tona duhet të jenë qëllime
të ndërtuara, po për cilat duhet të ekzistojnë edhe veprime të menduara prej më përpara se si ti do arrish atje. Kështu që në shumë raste që mund t'ju duket se unë kam ngul për diçka, ai është faza e fundit që kemi arritur. Krejt tjetra është kjo tjetra, është përgatitje paraprake për të arritur në fazën e realizimit, që duket më shumë në publik. Keni kaluar disa procese zgjedhore, e gëzoni statusin e deputetës për të disa të herë. Përtej atyre parakushteve ligjore që duhet sa gra, sa burra t'jenë në ulset e parlamentit, mendoni që përfaqësimi i gruas është më shumë kuantitet apo kualitet sot në parlamentin e Maqedonisë së Veriut? Shifej kështu, Fatjona, u referuat thatë jeni një kohë të gjatë për disa herë deputete. Në fakt, kjo është mandati im i diti dhe në fakt unë nuk kam shumë kohë kur jam në politikë, por në një situatë mjaftueshëm për ta konstatuar këtë që unë pyes. Po në një situatë një kolege, shumë gjatë je në politikë, kështu diçka ishte si ki definimi juaj. Dhe kur e pam kohën për sa unë isha në politikë, ishte shumë më shkurt se sa shumë të tjerë. Po kjo ju bën kompliment sepse jeni angazhuar shumë. Ndoshta angazhimi për këtë kohë aq sa jam bën dhe krijon përshtypjen se jam gjatë kohë. Dhe mua nuk më vjen keq për këtë, përkundrazi, e marr si kompliment dhe si diçka që më bën ta vërtetoj atë që edhe duhet të jetë tek çdo politikan. Realisht për sa kohë që je në këtë gjë që unë nuk e quaj të lehtë, është angazhim jashtëzakonshëm, mendoj që është punë shumë fisnike që e marrin njerëzit për ta bërë dhe për sa kohë që janë aktiv duhet të jenë kryekput aktiv në këtë çështje. Ndërsa për sa i përket çështjes së angazhimit kualitet apo kuantitet? Nuk do doja Fatjona të hyj në më tepër detaje për këtë çështje për faktin se është edhe individuale, po të marrish edhe burra mund t'i klasifikosh të tillë ose atill, mund edhe gratë të klasifikon të tilla ose të atilla. Ndoshta nganjëherë dëshira është për të bërë më shumë, po mundësitë janë të atilla qoftë për njërin apo tjetrën gjini. Dhe sfidat në Maqedoninë e Veriut, unë nuk besoj se kemi fort edhe komoditetin për t'i ndarë në sfida burrash, në sfida grash, sepse ja për shembull kur ndarja e fondeve nga buxheti i shtetit bëhet dyfish më shumë për universitetet me student maqedon dhe shumë më pak për universitetet në gjuhën shqipe, neve na cënohet e drejta e fëmijëve tanë, do të thënë edhe vajzave dhe djemve tanë. Kështu që kjo pjesa tjetër pastaj edhe pabarazisë që shpesh herë diskutohet, mua më duket që është pastaj betejë në katror e jona si gra që duhet bërë, por edhe këtu unë pak e shoh më ndryshe këtë çështje. Nuk besoj Fatjona që betejat për barazit, po qoftë edhe për barazi gjinore ju takojnë vetëm një gjinie, sepse ne brezat tani besoj edhe çdo zotri apo burr që ka fëmijë prej momenti që bëhet prind, unë besoj që e ka të rëndësishme që vajzat sikurse edhe djemt të mund t'i gëzojnë të drejtat për qenë të barabartë edhe për të ecur në karrierë dhe për qenë të trajtuar qoftë në familje, qoftë në shkollë, qoftë çdo kund tjetër në mënyrë të barabartë. Kështu që për mua sa herë që ndarja në mes gjinive theksohet, kam përshtypjen që edhe më tepër i bihet çështjes së ndarjes se sa të vënies të gjithë forcave tona në një kahje, në një drejtim. Prandaj them që vetëm kjo betejë duhet jetë e përbashkët, duhet jetë e të gjithëve për të nxjerrë sa më tepër kualitet, qoftë tek vajzat e reja, qoftë tek djemt, qoftë tek politikanët, qoftë tek çdo profesion tjetër. Përderisa shoqërinë e bëjnë burrat dhe gratë, padyshim që përgjegjësi mbajnë të dy për ecjen e shoqërisë. Megjithatë, kur një kauzë fort ngrihet në parlament apo në çfarëdo lloj instance tjetër nga një grua, është gjithmonë më lehtë e atakueshme në shoqëri si këto tona, dhe prandaj thash kemi më shumë kualitet apo kuantitet. Kur flasim për parlament, kur flasim për ekzekutiv, legjislativ, kur flasim për parti politike, kryefjala e të gjithës është pushteti. Të gjithë duan të jenë në pushtet, të pushtetshëm dhe të posedojnë pushtet. Mes atij që quhet pushtet politik dhe ati që quhet pushtet social. Pushteti politik si një mekanizëm që duhet të jetë rregullator, pushtetin social më shumë e ndihmon apo e përdor.
për t'u konsoliduar. Në momentin që ti i përdor termet pushtet politik dhe pushtet social, në fakt edhe më motivon për të fol pak më shumë rreth kësaj çështje, sepse mbase edhe pak flitet, sidomos për pushtetin social, që nganjëherë edhe nuk e ndjekim me kujdes për të parë se sa pak shfrytëzohet për të bërë presionin e mjaftueshëm mbi pushtetin politik. Realisht, ne shqiptarët këtu gëzojmë një pushtet goxha të madh, do kisha thënë, social, në qoftë se ai do vihet në funksion të asaj që duhet t'i shërbej. Realisht ne jemi 30% e popullatës e popullsisë së Maqedonisë së Veriut, apo diku rreth 620.000 qytetarë shqiptar nga numri i përgjithshëm i popullsisë, dhe parë nga aspekti numerik, ky është një pushtet shumë i madh social. Por jo vetëm numerikisht, ne kemi diasporën, një pushtet social po ashtu shumë i fuqishëm, ne kemi klasën intelektuale, kemi shoqëri, kemi edhe shoqata të ndryshme të cilat merren me tema dhe çështje të ndryshme, kemi student, kemi universitete në gjuhën shqipe, kemi nxënës, kemi rini, po megjithatë, unë do kisha thënë që ka një zvoglim të rolit të pushtetit social kohëve, viteve të fundit, krahasuar me më përpara. Për faktin se të gjithë këta në një farë forme do kisha thënë që nuk e japin atë fuqinë e mjaftueshme që mund ta ketë pushteti social, që mund të bëj me ndikimin e vet mbi pushtetin politik. Dhe kjo nuk ka ndodhur rastësisht, Fatjona. Unë mendoj që kjo ka qenë sistematike, është punuar shumë gjatë që në një farë forme të ndalet zëri i pushtetit social, që mos ketë fuqinë e mjaftueshme të ndikojë tek pushteti politik, dhe fajtor për këtë është pikërisht pushteti politik, për faktin se kanë gjetur mekanizma e në rend të parë, duke mos mbajtur fjalën publike si politikan, si subjekte politike, duke bërë gjithmonë të pavlefshëm dhe të duket gjë koti angazhimi në politik, duke bërë lëshime të cilat nuk është dashur të ndodhin për çështje të rëndësishme dhe të kauzës tonë kombëtare, dhe për shumë gjëra të tjera të cilat kanë bërë të mendohet që ai më mirë secili të sheh punën e vet, ai biznesmeni shqiptar të sheh punën e vet sepse dua takohet në biznesin e vet, edhe ashtu pa ndihmë shtetërore të mjaftueshme, ai intelektuali ose është bërë pjesë e pushtetit, ose edhe ai tërhiqet në vetvete, dhe studentë gjithashtu që duhet të jenë zëri revolucionar, po ashtu dal nga dal duke shkuar në heshtje, dhe krejt kjo ka bërë që pushteti social i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut të mos jeti barabart me pushtet të vërtet apo të realt që ne si shqiptar mundemi ta kemi këtu. Më lejo të bëj vetëm një krahasim se si dikur u shfrytëzohet ky pushtet social i shqiptarëve këtu. Shembulli i Universitetit të Tetovës, kur nxënësit asaj kohe edhe të shkollave të mesme ishin në vit të parë me profesorët, me intelektualët, kur mediat dhe të gjithë, mos harrojmë edhe media që janë një pjesë e rëndësishme e pushtetit social, që në qoftë se në atë kohë me aq kapacitete sa kishim për të gjithë ishin të zëshëm, arritëm që të kemi universitetin në gjuhën shqipe, pikërisht fal pushtetit social që bëni presionin mbi pushtetin politik. Ndërkaq sot sa është ky ndikim, unë do kisha thënë për fat keq është shumë më i vogël ky ndikim, dhe do kisha lutur të gjithë ata të cilët e kanë mundësinë, ne të gjithë duhet t'i kthehemi asaj dhe ta kuptojmë, jo vetëm si politikan ti mund t'japish kontributin duke u angazhuar, mund ta bësh në forma të ndryshme, nëpërmjet diçkaje që ti e bën publike, që nuk pajtohesh me diçka për momentin. Nëse ka një çështje për të cilën unë mendoj se shqiptarët këtu duhet ta shfrytëzojnë pushtetin e vet social, është çështja e ngritjes së zërit që mos bëhet e mundur një njësi zgjedhore. Si pjesë e politikës aktive, unë përgjithsisht politikanët u a bëj këtë pyetje të gjitha atyre që i kam në studio, që a ndiheni edhe bashkëfajtor të gjërave që nuk shkojnë përveç gjërave që ecin përpara. Kur politika e njeh këtë pushtet social, pse nuk ka arritur që të maksimalizoj kapacitetet sociale për t'i vënë në shërbim, po duket sikur her pas here vetëm i ka manipuluar,
i ka përdorur kur i është dashur për të konsoliduar si pushtet politik dhe nuk ua ka kthyer mbrapsht investimin. Ku mendoni se është bërë ky gabimi më i madh në shfrytëzimin e këtij kapaciteti? Janë dashur vite për ndodhur, unë sapo e elaborova të njëjtën gjë, do të thënë kjo nuk është e rastësishme, nuk është edhe diçka që mund ta bësh vetëm për shkurt kohë, do të thënë ka qenë sistematike në mënyrë të vazhdueshme, duke krijuar atmosferë në opinion se çdo gjë është e kotë. Edhe sot në qoftë se flisni me njerëzit do shihni që shpesh përdoret fjala po të gjithë janë njëjtë, po kjo është e kotë edhe po të angazhohesh është kotë, që s'është ashtu Fatjona. Ja realisht unë po ju them se nuk është ashtu dhe është krejt ndryshe. Në qoftë se do ishte që angazhimi jon do ishte kot, unë s'do isha në politikë, s'kam nevojë të angazhohem për diçka të kot. Por unë e shoh që në qoftë se ne do kemi klasë politike, politikanë të cilët do insistojnë në atë gjën e mirë dhe të mbarë që duhet bërë, patjetër rezultati do të vijë. Po kur do e kemi këtë klasë politike se? Unë besoj vetëm duhet kemi kujdes se kush janë, sepse janë në skenën politike, Fatjona, dhe unë nuk pajtohem me faktin që duhet të gjithë të futen në një thes, nuk pajtohem me faktin që ne duhet jemi përgjegjës për gabimet e të tjerëve, por duhet me i ndarë përgjegjësinë e gabimeve secili le ta mbajë për vete, le të mbajnë përgjegjësi për fjalën publike që e thuan dhe nuk e mbajnë, le të mbajnë përgjegjësi për gënjeshtrat të cilat i thuan dhe i ndrojnë sipas nevojës për çdo ditë. Dhe ajo që unë shoh që ka një lloj amnestie për figura të tilla politike që dikush pranohet si gënjeshtar, kjo është diçka të cilës ne të gjithë duhet t'i vijmë mbas të shohim se ku është gabimi, sepse nuk do duhet të vazhdonim në këtë formë. Kjo ju ka konvenuar gjithë atyre njerëzve të cilët s'kanë mbajtur fjalën e vet, gjithë atyre njerëzve në politikë të cilët kanë bërë kompromise të mëdha me çështje të cilat nuk është dashur t'i bëjnë. Dhe në situatën që çdo kush për shembull do thotë që hajt se kështu edhe po të angazhohemi kështu do del, ky është rezultati paragjikohet. Prandaj Fatjona në krejt këtë gjë që bëjmë, duke përfshirë edhe mua personalisht, po mundohem të bindi qytetarët këtë pushtetin social të cilin po e diskutojmë bashkë, që angazhimi nuk është i kotë në qoftë se angazhohemi. Ne duhet jemi në secili në mënyrën e vet të japim kontributin tonë në çështje të caktuara. E përmenda pak më përpara një njësi zgjedhore. Ne nuk guxojmë me gjithë të intelektual, me gjithë të student, me gjithë të klasë, me gjithë të shtresat të ndryshme të shoqërisë, se shumica prej tyre që edhe mund tulen dhe të bëjë analizë dhe ta sheh se me një njësi zgjedhore shqiptarët këtu dëmtohen edhe numerikisht me numër të deputetëve, por edhe në aspektin e imazhit apo ndërtimit të shtetit, sepse në shtet multietnik si Maqedonia e Veriut të bësh një njësi zgjedhore është të shkosh në kundërshtim me atë çfarë është përbërja e realt etnike në Maqedoninë e Veriut. Prandaj në qoftë se ka politikan të cilët bëjnë kompromise të këtilla, duhet jetë ky pushteti politik të vetë në mbështetje të asaj klase politike që mbron vijën e drejtë, që bashkërisht mundemi të arrijmë rezultatet të cilat i presim. Prandaj është me rëndësi për çështje të rëndësishme të ngrihet zëri, sepse në të kundërtën ne të gjithë do përfundojmë duke heshtur dhe nga heshtja do përfitojnë ata të tjerë të cilët planet i kanë të bëra kohë më parë. Përveç se jeni deputete, ju jeni edhe kryetare e Komisionit për organizimin e Kongresit të ASH-s. E keni vit kongresi. Me që i përmendët gjithë këto komponent të atij që ne quajtëm pushteti social, keni krijuar ju mekanizmat e duhura që t'ju ofroni hapësirë të gjitha këtyre kategorive shoqërore që të vinë dhe t'japin kontribut? Praktikisht në subjektin tuaj, me që po flasim me ju. Patjetër, Fatjona, kështu është i mirëseardhur çdo njeri i cili mund t'i kontribojë kauzës Aleancës për shqiptarët. Ne të gjithë e dimë periudhën të cilën e kemi kaluar, megjithatë ne ja ku jemi në fazën apo në vitin e kongresit, ku është një moment kur partia hapet dhe unë ju garantoj, unë si kryetare e komisionit dhe ekipi bashkëpunëtorët e mi, që jemi plotësisht të hapur ndaj çdo individi i cili dëshiron të vijë për të dhënë kontributin e vet. Ne jemi në komunikim të përditshëm me qytetar, me njerëz, me tri, me treja, ka një mbështetje, do kisha thënë që edhe na motivon, edhe na inkurajon, sepse megjithatë ka edhe njerëz të cilët me sy kritik ndjekin
politikën. A janë shumë, a janë më pak, ne do të shohim në të ardhmen se si krejt kjo do zhvillohet. Për rezultatit e vitit 2020, ku ne gati se ishim fitues në kampin politik shqiptar, veç tregon se shqiptarët megjithatë dinë dhe kanë sensin edhe të ndjekin atë që ndodh në skenën politike. Prandaj unë ju bëj thirrje të gjithë atyre që të bëhen krah në këtë kauzën e drejtë të Aleancës për shqiptarët. Tani ne do hapim edhe një platformë online për të regjistruar gjithë ata të cilët ndoshta fizikisht e kanë më të vështirë qasjen, megjithse ne për çdo ditë jemi në terren, jemi në fazën, dje kemi pasur mbledhjen e fundit, jemi në fazën që kemi caktuar koordinator të degëve, të cilët më pas në bashkëpunim me kryetarët e degëve do bëjnë strukturat në riorganizimin e degëve dhe në degëve, sepse vetëm në atë mënyrë mendojmë se duke u afruar në bazë me qytetarët, sidomos me nëndegët, aty do mundim edhe të jemi ajo thithja e gjithë atyre njerëzve të cilët e mbështesin politikën e Aleancës për shqiptarët edhe publikisht, në fakt edhe na falenderojnë shpesh herë dhe na lavdrojnë për punën që bëjmë, por megjithatë ne i ftojmë të gjithë ata që të bëhen pjesë, që t'japin edhe ato dorën e vet në këtë punë që ne bëjmë. Ju e përmendët pak më parë në fjalën tuaj që në 2020 u faktorizuat dhe kishit shumë pushtet si subjekt politik. Megjithatë, nga 2020 në 2026 le të themi që kanë ndodhur shumë gjëra brenda Aleancës. Në çë qendje politike jeni sot si Aleancë krahu i selës? Ne realisht pushtetin që morëm në 2020 edhe ishim në opozitë, dini ju, atë periudhë. Ndoshta me krenari mund themi që prej opozite në atë kohë kemi arritur që të bëjmë ligjin për shtetësi, sa mbani mend kohën që kemi bllokuar parlamentin për ta bërë të mundur realizimin e atij ligji dhe ja arritëm, ja dolëm, pastaj gjithë ajo pjesa tjetër që u bë që vazhdimisht ishim në një lloj konfrontimi me pushtetin që të bëhet i zbatueshëm ai ligj, sepse ne e dimë që Maqedonia e Veriut nuk ka problem vetëm me sjelljen e ligjit, po ka problem vetë pastaj me implementimin e ligjeve, po dhe padyshim ne krejt këtë e kemi bërë, sepse edhe besojmë që duhet ta bëjmë, po edhe mendojmë që gjithë ai besim i qytetarëve do duhet të shpërblehet me punë konkrete. Padyshim këto zhvillimet e brendshme brenda Aleancës për shqiptarët kanë bërë të mundur që ne mos jemi ashtu siç do kishim dashur të ishim dhe ashtu siç do kishim dashur të përfaqësojmë, jo me fajin ton, sepse ne shohim për çdo ditë që emri i Aleancës për shqiptarët po përdoret nga grupacione të ndryshme, të cilët përveç që ja pëlqejnë emrin, asgjë nuk i lidh me kauzën e Aleancës për shqiptarët, madje nëse Aleanca për shqiptarët është e njohur për betejat që ka bërë, duke filluar që nga sjellja e ligjit për përdorimin e gjuhëve e gjerë tek insistimi i vazhdueshëm për ta implementuar atë, për shembull mandatin e kaluar ne fillonim seancat me presionin për të bërë që ministrat duhet patjetër të sillshin ligjet në dy gjuhë, ndodhen pikërisht ish kolegët tonë që kur u bën pjesë e vlenit filluan të sillin ligjet vetëm në gjuhën maqedone. Është e dhimbshme kjo, por mund duhet ta theksoj se mund të përdorish emrin Aleancës për shqiptarët, po megjithatë për të qëndruar pas me veprimet apo për ta bërë të mundur dhe të zbatueshme kauzën e saj, duke që jemi vetëm ne. Po ama përveç emrit duket se u pëlqejnë edhe Vulën dhe Selin. Kështu që si shkon kjo betejë për të rikthyer Vulën dhe Selin? Është ego apo është një bindje që ju takon? Çështja e Vulave është çështje drejtësie. Dhe realisht në qoftë se Vulat do kthehen, dhe unë besoj që do kthehen aty ku përkasin tek themelusit, përveç që Vulat do takojnë tek themelusit, do vihet në funksion edhe çështja e të drejtës, që unë besoj se gjykatësit atje do duhet më në fund ta rregullojnë këtë çështje dhe të mundet Aleanca për shqiptarët të funksionojë edhe në këtë aspekt siç duhet, me gjithë elementet që i duhen, përfshirë edhe Vulat. 2 herë është marrë vendim që Vulat e Aleancës për shqiptarët i takojnë zotërisë Zjadin Selës, kryetarit pra të Aleancës për shqiptarët, dhe po aq herë është e kthyer sërish dhe për së treti herë përsëri është çështja e kthyer dhe pritet që të merret vendimi tjetër. Pat një shtyrje të
momenti të vendimit dhe tani presim kur do mbahet ajo seanca përfundimtare, kur besoj që duhet edhe të merret vendimi përfundimtar, po them, sepse për të funksionu, për të vazhdu Aleanca për shqiptarët, për të ekzistu fryma e saj, patjetër që Vula duhet bashkohen me atë konsistencën aty ku është që të mundet përsëri të jetë. Po a ka pasur njerëz të interesuar që nuk duhet të ndodhë kështu? Patjetër që po, prandaj edhe jemi në situatën që jemi. Në probabilitetin që këto vula të mos ju kthehen dhe që ju të merrni dhe formën ligjore të një subjekti politik, ekziston mundësia, nëse nuk është krijuar akoma, ekziston mundësia të krijohet një subjekt i ri me që të gjitha parakushtet për të krijuar zyrtarisht parti politike, keni deputet, e keni të gjithë strukturën. Ne në zgjedhjet e fundit, madje para se të jenë zgjedhjet e fundit lokale, këtë çështje në aspektit juridik veç e kemi rregulluar me regjistrimin e një partie politike, po megjithatë ne besojmë që do jemi atë që do na kthehet ajo që na takon. Se nuk e vazhdoni me këtë që e keni regjistruar? Do të them pse çoni natë, po lërini bëjni vula të reja për shembull. Çështja nuk është bësh vula, është çështja e shumë punëve të cilat i takojnë asaj vule. Dhe njerëzit të cilët qëndrojnë në realizimin atyre punëve që lidhen me ato vula janë pikërisht Zjadin Sela, deputetët dhe ekipit të cilët jemi ne. Prandaj nuk është vetëm çështje e një vule që shumë lehtë mund të mbrihet tek ajo, unë po them që në aspektin juridik ne veç këtë çështje e kemi të rregulluar të funksionimit, po megjithatë është çështje e gjithatij imazhi që është krijuar me shumë mund dhe shumë sakrificë. Është çështje e drejtësisë e cila nuk duhet të mbetet peng, Fatjona. Është çështje e gjakut të 27 prillit dhe çështje e gjithë punëve të tjera të arritura që ka bërë Aleanca për shqiptarët me shumë konsistencë, mund dhe qëndrueshmëri e stabilitet në punën që e ka bërë. Duke filluar, po them që nga 27 prilli, më pas bërja e Maqedonisë së Veriut pjesë organizatës më të fuqishme ndërkombëtare siç është NATO, duke bërë të mundur që shqiptarët Maqedoninë e Veriut të kenë për herë të parë kryetarin e kuvendit dhe më pas edhe disa herë këndej, duke bërë të mundur që Aleanca për shqiptarët të bëje kvorumin për të votuar propozimi francez, duke sjell ligjin për përdorimin e gjuhëve në atë kohë dhe duke bërë edhe kryeministrin e parë me votat Aleancës për shqiptarët, dhe me thënë të gjitha këto janë vula Aleancës për shqiptarët. Nuk është vetëm çështje e vulës në kuptimin siç mund të mendohet nga njerëzit të cilët mund të thuan, ja për shembull hiqni dorë. Janë të gjitha këto të cilat kanë njerëzit të cilët janë të angazhuar në politikë dhe që identifikohen me këto veprime. Prandaj ti nuk mund të heqësh dorë prej vetvetes. Çështja e vulave dhe Aleancës për shqiptarët për ne do të thotë heqje dorë prej vetvetes, ndërkaq ne nuk kemi nevojë të heqim dorë prej vetvetes, po duhet gjithë ata të cilët e dinë dhe janë të bindur që këto gjëra s'kan të bëjnë me ata, është mirë të mos përdorin gjën e huaj, sepse nuk e di, gjëja e huaj unë mendoj se sjurin edhe mirë njerëzve, kështu në përgjithësi. E megjithatë, pati një moment që ju i ulët armët në thonjza dhe u rreshtuat në një krah, do të thënë dolët të gjithë në një podium, siç ishte të qenurit pjesë e AKI-s. Se në front funksionoi ndryshe në AKI ndryshe. Çfarë ju bëri që të hynit në AKI dhe çfarë ju bëri të dilni nga aty? Ne ishim tek fronti evropian, as nuk hynëm kund, as nuk dolëm nga kundi. Po ju pranuat që të vazhdonit në AKI duke pasur dhe Aleancën tjetër? Ai ka qenë një bashkëpunim i BDI-s me pjesën tjetër që u bën pastaj u ndru edhe emri që ne besojmë që edhe në aspektin politik nuk është mirë që i njëjti grupacion të thirret front, të thirret AKI, sepse të thirrësh pastaj parti politike secili me emrin e vet, krejt kjo vetëm se ka komplikuar situatën. Për sa i përket asaj që i ngritëm ose i ulëm armët, ne nuk luftojmë individ në politikë. E thash në thonjza. Ne kauzën që e bëjmë, nuk e bëjmë as për hatër, as për inat të askujt. Koalicionet realisht, Fatjona,
nuk janë qëllime në vetvete, por janë mekanizma për të realizuar qëllimin. Kur jemi bërë pjesë e Frontit Evropian, e kemi patur parasysh se do kemi edhe kritika, mirë po ishte rruga e domosdoshme që duhet ecur në atë kohë, për faktin se neve na u pamundsu që të shkonim vetëm në zgjedhje, ashtu siç kishim marrur vendimin si kryesi e Aleancës për shqiptarët, më pas që duhej të zgjidhnim, dhe unë them edhe atëherë kemi bërë zgjedhjen e duhur nga mundësitë që kemi patur. Gjithsesi, kur them që janë mekanizma për të realizuar qëllimin koalicionet, për fat keq Fronti Evropian nuk arriti që të realizojë qëllimin e vet. Shqiptarët na dhanë besimin me 137.000 vota në zgjedhjet parlamentare, ndërsa Fronti Evropian nuk arriti që ta mbajë tamam frontin ashtu siç e kishte edhe emrin, për t'i bërë ballë vëmëros për çfarë edhe ishte kriju fronti. Humbja veprimet e cilat u bën në kuadër të parlamentit, duke filluar që nga votimi i ligjit për organizimin e qeverisë në atë kohë nga deputet të frontit, sidomos të BDI-s, mirë po jo edhe nga ne, që nuk jemi pajtuar, sepse ishte shkelje tani për së dyti herë legjitimitetit të shqiptarëve, sepse gjatë gjithë kohës gojën plot e kishin se është shkelur legitimiteti, dhe realisht po ishte shkelur, sepse partitë të cilat i humbën zgjedhjet u bën pjesë Frontit u bën pjesë e qeverisë në fakt në atë kohë, megjithatë këtë legitimitet e shkelje edhe vetë Fronti në momentin do ta sqaroj edhe këtë. Në momentin që u votu ai ligj në atë formë dhe të drejtën për të folur më për legjitimitetin, unë besoj që Fronti Evropian e humbi. Kalojmë më pas, patëm edhe momente tjera, ne u mundua megjithatë që ta mbajmë fuqishëm frontin. Jemi munduar, keni vërejtur, ju keni parë gjithë deputetët Aleancës për shqiptarët brenda Frontit Evropian, frymën që t'i bëjmë ballë vëmëros, sepse e dinim që do vinin zgjedhjet lokale ku do duhet të përballeshim drejt për drejt në zgjedhjet lokale, sidomos në disa pika të cilat ishin shumë kritike, që është Kërçova dhe që ishte Brvenica. Të dyja këto u humbën nga AKI-ja në zgjedhjet e fundit lokale, dhe unë besoj që më Fronti nuk i shërbente qëllimit dhe ishte domosdoshme kur u vërtetua në të gjitha aspektet, edhe brenda për brenda politikës, në kuadër të parlamentit dhe më pas edhe në kuadër të rezultatit, duke u humbur pikërisht këto dy qytete sidomos, unë mendoj dhe është e domosdoshme të thuhen gjërat ashtu siç është. Kështu që në çfarëdo betejësh që është njeriu, në momentin që e shef se në këtë formë nuk realizohet qëllimi, duhet me ndru strategji. E megjithatë, nga fronti, me gjithë këto pakënaqësi, ju pranuat që t'ishit edhe pjesë e AKI-s. Dhe me që i përmendët të zgjedhjet lokale, ju hyt në zgjedhjet lokale bashkë me AKI-n, po nuk i përmbyllët zgjedhjet lokale bashkë me AKI. Në një moment, si që janë zgjedhjet në Vrapçisht, ju zgjodhët që të dilni vetë me kandidatin tuaj, që çuditërisht pastaj u mbështet nga Vleni. Ne nuk kemi pasur marrëveshje me partitë të cilat apo me individ të cilat mbetën në zgjedhjet tani që u organizuan sërish në Gostivar dhe në Vrapçisht, dhe prej herës tjetër e sqarova. Dhe me thënë, ne kemi pas marrëveshje me Frontin Evropian, ndërka që parti politike brenda Frontit ka bë marrëveshje më pas me një subjekt tjetër politik, në këtë rast me aleancën tjetër të tyre. Dhe unë edhe e sqarova që ne kemi marrë pjesë në AKI apo si front, e kemi vazhduar betejën edhe në zgjedhjet lokale për të vetmen arsye, për t'i qëndru ballë vëmëros që priteshte se megjithatë do ndodhte sërish edhe një humbje për fat keq e komunave, por që ne kemi menduar se bashk do ja dalim që të mbrohen, sidomos Kërçova dhe Brvenica të mund të rikthehet, sepse veç ishte nga zgjedhjet e kaluara e rënë në duart të tyre. Por megjithatë, rezultati që doli kur u numëruan votat dhe kur u pa që kjo AKI apo Fronti Evropian, si duam ta quajmë, nuk e dha rezultatin që priteshte, sepse qëllimi kryesor i ndërtimit të Frontit Evropian ka qenë përballja me vëmëron. Pra rezultati tregoi që nuk ja dolëm. Kuptoni pra, dhe ti kur nuk ja del në një betejë politike, siç ndodhi rezultati në zgjedhjet lokale, patjetër si subjekt politik duhet të ripozicionohesh për të parë se në çfarë forme do mundesh ta vazhdosh betejën, sigurisht për të realizuar qëllimin e njëjtë, por duhet ndruar mekanizmat.
Kjo është e tëra. Ju vjen keq për vrapçishtin? Në ç'kuptim? Që nuk arritët të fitonit. Në çdo betejë që hyhet, normal që hyhet për të fituar, po padyshim që të dyja janë opsionet. Realisht, nëse i vërejmë rezultatet në të dyja qytetet, ndodhi që kanë fituar kandidatët me mira vota më pak tani. Kjo i bie që ka një pakënaqësi të përgjithshme në ato vendbanime, edhe mos arritja e cenzusit e dëshmoj prej herës së parë, kështu që ne vetëm kemi dhënë kontributin ton për ta patur qytetarët mundësinë, sepse kandidati i jon që më pas u mbështet edhe nga të tjerët, është gjëja më normale, unë besoj, kur ka një kandidat mirë, që madje kandidimi të cilit nxitet nga vetë banorët atje, normal që unë do kisha thënë se është mirë të mbështetet nga njerëz, nga individ, nga subjekte, nga shoqata, nga grupacione, të cilat mendojnë se ai individ do jetë më i përshtatshëm për t'u udhëhequr në krye të një institucioni, dhe ky është rezultati, ja ku jemi, kjo është. Pra ju thoni që mbështetja që erdhi nga ana e Vlenit për kandidatin tuaj në Vrapçisht erdhi si pasojë e cilësive të këtij kandidati dhe jo fal ndonjë marrëveshje që mund të ekzistonte apo ndonjë bisede, le të themi, në mos nuk jemi në marrëveshje. Shife Fatjona, Aleanca për Shqiptarët gjithmonë ka ditë jetë shumë e hapur dhe transparente me votuesin, me elektoratin. Nuk ka pse të thuhet ndryshe, diçka në qoftë se është e kështu. Dhe ne, ashtu siç ka qenë situata, ashtu edhe është dukur në opinion. Kandidati ka qenë i joni, është mbështetur edhe nga të tjerët, që ti s'mund të ndalish të tjerët, ose atje qytetarët e Vrapçishtit që mos kërkojnë një kandidat i tillë të dilte në zgjedhje. Për shembull, ju e dini që në raundin e parë nuk ka qenë ai kandidat, për shkak se ashtu kanë qenë rrethanat. Në kohën që qytetarët treguan, ose në një farë forme për mos daljes në zgjedhje, treguan që cenzusi nuk u arrit dhe më një politikisht e shprehur, kjo i bie që kështu jo, dhe me thënë ka diçka që nuk shkon atje. Është shumë e natyrshme dhe është nder për qytetarët që të nxjerrish kandidat i cili i plotson pritshmëritë e tyre. Një informacion unë që kam nga atje, që vin nga rezultatet, thuhet që kandidati jon ka arritur Zuli Demiri, ka arritur që të merr mbështetjen e qytetarëve shqiptar, ndërkaq kundër kandidati është bërë fitues nga turqit atje. Megjithatë, do ta kemi edhe kundër kandidatin në studio për ta pyetur se nga se është bërë kryetar komune, megjithatë. Jo flas për numrat që flasin, ne mund ta interpretojmë individualisht si duam gjithsecili, po unë flas për numrat në Vrapçisht që tregojnë se kandidati që ka fituar për shkak të mbështetjes nga elektorati turk. Në ndërkohë, me që e përmendët pak më parë mbështetjen, bashkëpunimin, të qenurit të hapur aleanca juaj për bashkëpunime, nëse ju vjen një ftesë nga pushteti qendror, me çfarë kushtesh do ta negocionit? Ju flisni, Fatjona, për situatë hipotetike, nëse do të ndodhte. Por që në politikë ekzistojnë të gjitha mundësitë. Të gjitha mundësitë dhe sidomos ekzistimi i partive politike është shumë normale që mund të jetë edhe pjesë e pushtetit, mund të ekzistojnë ofertat, është gjë më normale, kështu që nuk shoh diçka që është e keqe për t'u parashtruar si pyetje. Unë nuk e paragjykoj, unë thjesht e bëj si pyetje me çfarë do ta negocioni. Kështu që ka shumë çështje të cilat mund të negociohen, madje ne edhe i kemi bërë publik edhe nëpërmjet kryetarit të Aleancës për Shqiptarët, zotërisë Ziadin Selës, se cilët do jenë ato tema. Për shembull, zhbllokimi i rrugës për integrim të vendit në Bashkimin Evropian është një çështje e cila është dashur të ishte kushti edhe i gjithë këtyre të cilët vendosën që të bëhen pjesë e pushtetit kur u formua qeveria, sepse ata vetë kishin nënshkruar një dokument në të cilin ishin betuar me një farë forme, me vetë nënshkrimet e veta, se qeveria paraprakisht do duhet kishte një dakordsi, pra pjesëtarët për të bërë pjesë e qeverisë ose për të funksionuar qeveria e ardhshme, do duheshte që të zhbllokohet brenda një periudhe të caktuar rruga e vendit drejt Bashkimit Evropian. Ju e shihni që ndryshimet kushtetuese nuk janë ka një mbyllje që na çon ka izolimi dhe asesi të ndodhte kundërta. Kjo do ishte çështja me të cilën duhet, unë besoj, të gjithë ne të jemi
konsistent në këtë gjë dhe çështje të cilat i kemi përmendur, i kemi thënë publikisht, janë çështje të cilat janë të diskutueshme, duhet të diskutohen. Formimi i qeverisë në çfarë forme duhet bëhet, duhet pat parasysh siç ndodhi shkelja e legjitimitetit në formimin e fundit të qeverisë, apo edhe gjykata kushtetuese që do duhet vendimet apo edhe atje të vlej badenteri për cilë vendime ashtu siç sillen në parlament, janë çështje të cilat është vërejtur që kanë paraqitur probleme të mëdha në funksionimin e vetë shtetit. Gjuha shqipe vazhdon të mbahet e kërcënuar nga gjykata kushtetuese dhe kjo i bie që balancuesi u largu nga gjykata kushtetuese dhe kjo i bie që ne çdo ligj të cilin ne mund ta sjellim në parlament me badenter, gjykata kushtetuese mund ta argëzojë të njëjtin. Është një problem i madh për cilën unë mendoj që duhet të ketë edhe një unifikim të bllokut politik shqiptar. Jam e pakënaqur me mënyrën se si ulen përfaqësuesi që shkojnë nëpër tryeza ku thirren nga kryeministri, duke mos patur paraprakisht një koordinim se cilat janë temat të cilat do të diskutohen dhe cili është qëndrimi jonë i përbashkët, sepse këto nuk janë tema të cilat i përkasin dikujt individualisht, aq më tepër njerëzve të cilët me 10 vite kanë pasur pushtet dhe të njëjtat gjëra i kanë lënë pa realizuar. Këto janë temat që do t'i negocionit. Cilat janë ato çështje që nuk pranonit i negocioni? Cilat janë vijat e kuqe të aleancës tuaj, të cilët edhe për të arritur në pushtet nuk do të pranonit t'i shkelni? Në ç'kuptim nuk do t'i shkelnim, sepse as që diskutohet se mund të shkelet diçka e cila është jashtë tyre të cilat e ndërtojnë vijën politike. Domethënë ju thoni që 1, 2, 3 kauza ne nuk pranojmë t'i negociojmë. Ma thuaj çdo kërkoje ti prej meje që të tregoj se çfarë nuk është e negociueshme. Ju si subjekt cilat i keni ato pika që nuk lëshoni pe? Për mua e panegociueshme është që të largosh diasporën. E panegociueshme është temë e cila nuk është dashur të ndodhte. Dhe këto të cilët ju i përmendet më herët ish kolegët tanë, kanë qenë pjesë e qeverisë kur në vendim të qeverisë pa asnjë debat të shkaluar ajo pikë. Ku ke parë Fatjona të largosh 173.000 shqiptarë të cilët jetojnë atje, vëllezër dhe motra, pas një debat në qeveri? Dhe ky tashmë është një problem shumë i madh. Shqiptarët nga 30 kanë zbritur në 25%. Dhe këto nuk janë çështje të cilat kanë të drejtën t'i negociojnë individ të caktuar, të cilët po qenë një herë pjesë e qeverisë do marrin veprime të këtilla. Dhe në situatën në të cilën jemi, ne dim të gjithë si është bërë regjistrimi në vitin 2021. Është bërë regjistrim në kohën kur ishte bërë një vit, prej kur kishte filluar pandemia dhe ishin mbyllur kufit. Dhe kjo ka ndodhur për shkak se është lejuar që të ndodhte kështu. Dhe realisht kush janë ata të cilët janë përjashtuar nga numri i përgjithshëm i popullsisë? Janë njerëz të cilët punojnë jashtë, qytetarë të vendit tonë, motra dhe vëllezër të cilët por që kontribojnë në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm me remitanca, dhe kanë të drejtë aksesohen në vendimmarrje. Pa dyshim, por megjithatë, dikush vendosi që t'i përjashtojë, ndërkaq për dallim prej atij viti që ishte pandemi dhe që kufit ishin të mbyllur, gjithmonë ata 3-4 herë minimum i ke në vendlindje. Kështu që vendimi lërë që atëherë ishte i padrejtë në kohën kur u zhvillua regjistrimi, por më pas tani ju vu vula dhe me këtë që ata u përjashtuan duke u futur në një kategori që quhen jo rezident. Që në fakt mërgata jo, njerëzit të cilët punojnë jashtë nuk është e vërtet që nuk vinë më tepër se 12 muaj apo një vit në vendlindje dhe janë kontribues të drejtë për drejtë me taksa, me kontribute, me çdo gjë tjetër sikurse edhe ne. E tani që u shpërndan ata mjetet e kreditit hungares dhe që 8 milion euro për shembull më pak janë shpërndarë në përvendbanime shqiptare e që dikush del dhe thot ne i morëm këto para, por nuk e tregon për pjesën sa janë dëmtuar vendbanimet sepse ai kredit duhet kthehet nga të gjithë, madje edhe nga ata të cilët janë përjashtuar për të marrë pjesën e vet për kokë banori, pikrisht këta që jetojnë dhe punojnë jashtë, ndërkaq që nga ana tjetër do duhet ta kthejnë me taksat, me kontributet e vet edhe ata, sikurse edhe ne duhet kthejmë të gjitha të bashkë. Prandaj kur thua çka nuk negociohet, më kujtove për një herë të gjitha çështjet të cilat janë shumë të mëdha dhe për cilat nuk duhet të negociohet. Janë çështje shumë të mëdha që nuk duhet negociohen dhe unë jam shumë dakord me ju. Por Sonja Dauti, nëse kaq shumë kauza të ndjeshme, deri në momentin që po flasim, nuk ja dolët të gjithë së bashku, gjithë ai grupacion që t'i mbronit, mendoni se do keni
pushtetin dhe fuqinë e pushtetit për t'i mbrojtur si subjekti vetëm? Të përgjigjem shumë thjesht, Fatjona. Ç'më duhesh në krah, në qoftë se nuk i qëndron gjës cilën jemi bashkë. Unë jo rastësisht i përmenda votën për ligjin për riorganizimin e qeverisë në atë kohë, që ishte në kundërshtim me parimet e frontit dhe pse ishte ndërtuar fronti. Jo përkot u votua pastaj edhe ai ligji për veçeverisje lokale që nënkuptonte se kryetarët e komunave do t'ju vazhdoheshte mandati derisa të kishte zgjedhjet e tjera, kështu që ne nuk duhet harrojmë faktin që ne kemi pasur kryetar komunesh të cilët kanë ushtruar detyrën e kryetarit 1 vit e 3 muaj, mbas edhe më shumë, duke mos qenë pikërisht ata persona të zgjedhur, po për shkak të ndryshimeve. Në atë kohë edhe fronti edhe këtë e mbështeti. Vim pastaj më këndej. Një front me gjithat kapacitet që e kishte, unë besoj që është dashur t'jemi, nuk po them tani, është dashur edhe më shumë t'jemi aktiv për të mbrojtur çështjet të drejta dhe kur ndodhi edhe rezultati i zgjedhjeve të fundit lokale, sidomos theksin po edhe te Korçova dhe Brvenica, unë them që si politikan ti duhet të kesh parasysh faktin që në këtë formë nuk realizohet ajo për cilën ti je aty. Prandaj do duhet të gjesh mënyrë tjetër. Alianca për shqiptarët për fat të keq nuk ka arritur ta gjejë një partner të qëndrueshëm në këto synimet tona strategjike për shqiptarët këtu, për të realizuar këtë barazinë që na duhet neve si shqiptar. Dhe me thënë në lloj-lloj mënyrash, bën lloj-lloj kalkulimesh të cilat vetëm shqiptari nuk e bëjnë më të barabartë. Prandaj ne nuk mundemi të përshtatemi me politika të tilla dhe duhet të kthehemi dhe kemi parë të arsyeshme që duhet të kthehemi tek vetvetja, tek bërthama jon politike për ta rindërtuar edhe një herë të tërën, me ndihmën sigurisht të gjithë dashamirëve jo vetëm të Aleancës për shqiptarët, po dashamirëve të shqiptarëve në rend parë, ne në rend parë duhet jemi secili dashamir i vetvetes dhe i brezave që do vinë, që ta bëjmë të fuqishme që në tavolinat kur flitet për çështjet shqiptare ta kenë të qartë të gjithë çka është e negociueshme dhe çfarë nuk është e negociueshme. Për faq të keq në ndërkohë ndodhin gjëra të cilat do duhet marrin pastaj energji shtesë për t'i rikthyer, siç është edhe puna të gjitha këto të cilat ti përmenda, sepse shumë lehtë diçka mund të rrëshqet nga dora në një shtesë siç është Maqedonia e Veriut, po është shumë vështirë pastaj të kthehet. Po marr 2 fjali nga fjala juaj, tek politikat e pëlqyeshme apo të papëlqyeshme dhe tek rikthimi tek vetvetja. Cilat ishin politikat e papëlqyeshme në këtë rikthim tek vetvetja e aleancës tuaj, që mund të ketë shkaktuar arsye për t'u larguar nga radhët tuaja? Keni pas edhe largime, duke filluar nga zoti Lloga, më pas edhe zoti Demiri. Për arsye mund të kenë qenë vendimarrje politike, apo kanë qenë ju i cilësoni si vendimarrje personale të tyre? Çdo gjë që është personale dhe vendim i dikujt individualisht, unë besoj që nuk e kam as në plan dhe as nuk e kam shprehje që ti komentoj, sepse bëhet fjalë për njerëz të cilët mund ta shprehin mendimin e vet. Unë mundem të flas me kompetencë për atë që unë përfaqësoj, që përfaqëson Aleanca për shqiptarët dhe rruga politike që ne ndjekim. Për tjerat unë besoj që duhet secili të deklarohet. Do me thënë jeni në unitet kështu në përgjithësi si subjekt, për vendimarrjet për ato çka pritni të... Brenda Aleancës për shqiptarët ka një debat shumë konstruktiv, me argumente, gjithmonë për tema të caktuara. Mundohemi që ta bindim njëri tjetrin për atë gjën e drejtë. Nga një herë edhe nuk na duhet shumë për ta bindur, sepse jemi të bindur për çështjet cilat janë madhore, për atë as që diskutohet, atë gjithë ne e kemi të qartë atë pikën apo rrugën kryesore që duhet ta ndjekim. Për çështjet të tjera sigurisht se bisedojmë dhe vim në konkluzione të cilat na bëjnë të mundur që të jemi kështu siç jemi në fundit. Unë po i rikthehem sërish bisedës atje ku e nisa, po i rikthehem tek individi, sepse folëm për grupacionin politik. Cila është sot kauza më e rëndësishme që keni marrë përsipër ta
ta mbroni ose kauza që më së shumti është duke ju adresuar, sepse e keni përmend disa herë ligjin e shtetësisë, për shembull, ju keni qenë shumë e zëshme, u duk sikur e kthyet në një kauzë shumë të fortë përveç të subjektit politik, edhe një kauzë tuajën personale. Sot cila është ajo çështja që duket si më shqetësuesja, të cilën keni marrë përsipër ta realisht Fatjona, avokatoni? po, çështjet të cilat kanë të bëjnë me sjelljen e ligjeve në parlament, po që prekin drejt për drejt qytetarët, padyshim që janë punë jona. Për shembull, Safe City është një prej tyre? Është një prej tyre, sepse unë kam pritur që realisht do kishte një reagim më të madh rreth kësaj çështje, sepse nuk është gjë e vogël të ndjekish rregullsi në komunikacion, në kuptimin e sigurisë në komunikacion, që unë gjithmonë duhet fillimisht ta potencoj se absolutisht jemi për rregulla, për siguri në komunikacion dhe çdo kund tjetër, po megjithatë të deri kur vendosh ruhet privatësia. po edhe privatësia, po edhe çështja tjetër që ta vendosh këtë vetëm në 3 qytete, ndërkaq territori tjetër i shtetit të mos jetë i përfshirë, kjo është edhe jo kushtetuese. Dhe unë kam menduar se vetë shteti në ndërkohë do ta kuptoj, sepse e tëra kjo mund të zhvillohet në fazat testuese, e në ndërkohë do të shtrihet edhe në për qytete tjera, derisa të vijë momenti që e tëra të mund të implementohet apo të mbrihet në fazën përfundimtare. Është i papranueshëm, absolutisht i papranueshëm, qëndrimi i shtetit dhe gjithë atyre të cilët ose duke ndejtur në heshtje përgatitin mbështetjen e tyre për një ligj të tillë i cili përveç se është diskriminues në kuptimin e zhvatjes, sepse çdo kush mund të mendojë me të drejtë, çdo qytetar mund të mendojë po mirë, duhet jetë i sigurt në qoftë se është në Tetov dhe në qoftë se shkon në Kavadars në një qytet tjetër, nuk është e rëndësishme siguria njëjtë. Domethënë, krejt këto dilema hapen dhe ne si deputet padyshim që duhet t'i ndjekim këto tema. Mendoni se ka prapavi për zgjedhja e qyteteve? Çdo gjë vetë ata të cilët e zbatojnë në këtë formë e bëjnë të mundur hapjen e dilemave rreth kësaj. Jo ne dhe qytetarët që mund të paragjikojmë, po paragjikuese është vetë mënyra se si krejt kjo është e zhvilluar. Pra, për të mos u dukur kështu, duhet duket ashtu siç duhet jetë me të vërtetë. Domethënë, Safe City duhet të filloj implementimin apo zbatimin vetëm kur do jetë gati gjithë territori i vendit. Përfshirë këtu duhet edhe sinjalizimi të rregullohet, duhet kemi një përshtatje absolute në mes asaj që lexojnë kamerat dhe asaj që thuan shenjat gjatë rrugës, sepse ende ka vërejtje të tilla që ti për shembull mund të jesh me shpejtësi 53 dhe të marrish vërejtje në ndërkohë që të marrish paralajmërim këtë fazë, në ndërkohë që shenja thot 70 e ke të lejuar. Kupton, pra ende nuk është e futur si duhet e tëra. Çështja e marrjes së porosive vetëm në gjuhën maqedone, duke mos e bërë të mundur implementimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, një temë tjetër brenda Safe City-t, por mbi të gjitha shumë e rëndësishme është që e tëra është antikushtetuese për sa kohë që nuk është e zbatueshme në gjithë territorin e vendit. Unë do kisha thënë që të gjithë edhe qytetarët, ai pushteti social që e përmendëm, unë shoh që ka një mobilizim këtyre ditëve dhe është mirë që duhet thuhen dhe të mbështetet e vërteta. Dhe krejt këtë që edhe prej fillimi e biseduam, ka një gjë edhe që motivon. Megjithatë ka njerëz, shqiptarët dinë t'i vlerësojnë gjërat e drejta, gjërat e mbara dhe dinë t'japin mbështetje në momente të cilat do kisha thënë janë kritike dhe duhet mbështetja e qytetarëve për ta bërë të mundur diçka që është e drejtë. Përfshirë edhe ligjin për shtetësinë atkohë që kemi bërë, në fakt e kemi bërë me disa faza e tëra ka kaluar. Fatkeqësisht, kohëve të fundit ka informacion se sërish ka ngecje në realizimin e ligjit për shtetësi, është çështje që siç duket do duhet t'i kthejmë sërish. Në këto betejat që ju presin, në këto betejat që i keni bërë me sukses, unë jam shumë e lumtur që ndava këtë hapësirë me ju, në këtë minutazh me ju për të gjitha temat që trajtuam. Faleminderit shumë që ishe në Agora. Faleminderit Fatjona, ishte kënaqësi.
Ndjekës Talmak Pres, faleminderit që na ndoqët. Ne ritakohemi sërish të shtunën e ardhshme në orën 20.